Ky që boshini mas shpinës time është një prej hoteleve më të famshëm të Palermos. Quhet Hotel delle Palme, ka qenë ish rezidenca e një familje të pasur britanike e cila merrej me tregtinë e verës në Sicilinë e shekullit të 19. Hoteli në fakt është mjaft i madh, po të lëvizësh në të gjitha drejtimet është gati një blok i tërë. Por historia më interesante e hotelit lidhet me takimin e Hotel delle Palme, një takim i mbajtur në datat 10 dhe 14 tetor të vitit 1957 midis familjeve mafioze italiane dhe familjeve mafioze amerikane. Në vitin 1957, eksaktësisht në këtë hotel që po shihni mas shpinës time, pra në këtë ish rezidencë dimrore të një familje britanike, ndodhi një nga takimet që konsiderohet më të rëndësishëm në historinë e mafjes, të mafjes amerikane dhe të mafjes italiane. Një takim i cili ka lënë gjurmë të forta në historinë e krimit të organizuar në botë. Po çfarë ndodhi në Hotel delle Palme? Unë do të hyj brenda për t'ju treguar eksaktësisht rrethanat në të cilit ndodhi një takim i cili nuk është thjesht një takim historik i krimit të organizuar dhe i mafjes, po është një traktat i cili mbetet ende në fuqi. Kjo ishte dhoma ku praktikisht mendohet se është mbajtur takimi i 10 deri në 14 tetorit vitit 1957. Ishte dhoma e vogël, saleti, nëse mund të quajmë kështu, i Hotel delle Palme, i cili ishte prenotuar nga një prej njerëzve ndoshta më të rrezikshëm dhe më, po i quaj, të sofistikuar të historisë krimit të organizuar në botë, Lucky Lucianos. Hyrja e hotelit ishte në këtë drejtim. Dhomat janë në anën tjetër, salla e mëngjesit ishte përballë, por grupi i mafiozëve kishte rezervuar një dhomë private, që është kjo që po shihni këtu, e cila ka ndryshuar me kalimin e kohës. Pra, pothuajse të gjithë janë vendosur në të vetmin imazh të rivizatuar, sepse nuk ka asnjë foto në këtë zonë të vogël ku ka filluar takimi. Historia në fakt është shumë interesante. Ndër personazhet kryesor që kishin ardhur ishin të gjithë krerët e familjeve mafioze amerikane, të asaj që konsideroj Cosa Nostra. Më pas do t'ju tregoj se si lindi dhe nga erdhi Cosa Nostra. Ishin 10 prej tyre, duke përfshirë Bonanon dhe Galanten, 2 ndër mafiozët më të mëdhej të historisë së Amerikës. Ndërkohë që përballë ishin 10 deri në 12 përfaqësuesit më të mëdhej të familjeve mafioze palermitane. Takimi nisi në datën 11, 12 dhe 13, por ata u vendosën këtu në datën 10 dhe u larguan në datën 14 tetor. Sipas të dhënave të shtypit, madje edhe sipas librave të Puzzos, pjesa më e madhe e mafiozëve italian ishin të shoqëruar nga grupe të mëdha të sigurisë, të cilat qëndronin jashtë hotelit. Autoritetet italiane ishin të sigurta për atë që po ndodhte, por asnjëri prej mafiozëve italian nuk mund të kapi, pra nuk mund ndaloj për arsye se nuk kishte asnjë të dhënë për atë që, pra nuk kishte asnjë dhënë kriminale për ta. Historia është shumë interesante. Çfarë u vendos në takimin e Hotel delle Palme, në atë sallë në të majtën time dhe në të gjithë zonën këtu? Familjet mafioze italiane në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe familjet mafioze italiane të Palermos, pra Cosa Nostra amerikane dhe familjet palermitane, vendosën që të rakordojnë aktivitetin kriminal midis tyre, kryesisht për trafikun e asaj që ata konsideronin një gjë të re, të heroinës, drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe drejt Europës. Takimi ka pasur mjaft tensione, siç thuhet në të gjithë librat e krimit organizuar që janë publikuar për të, por në fund ishte një marrëveshje. Çudia më e madhe është se kjo marrëveshje është ende në fuqi dhe sot. Pra ndryshe nga shumë takime tjera që janë konsideruar takime historike dhe që kanë shërbyer për një moment caktuar të historisë së krimit organizuar dhe të mafjes, takimi i Hotel delle Palme, takimi i këtushëm në Palermo ishte një takim i cili mbetet ende në fuqi, sepse pavarësisht goditjeve që ka marrë mafia amerikane Cosa Nostrës, pavarësisht goditjeve që ka marrë mafia italiane palermitane, të dyja strukturat vazhdojnë të bashkëpunojnë ende mbi bazën e një protokolli të vendosur në mënyrë, po i quaj, mbi bazën e fjalës nderit, pra jo të shkruar, në Hotel delle Palme në datën 10 deri në 14 tetor të vitit 1957, eksaktësisht këtu në Palermo. Takimi tregohet që nisi me praninë e personit që ndërmjetësoi. Lucky Luciano është një personazh shumë i rrallë, në fakt historia e tij është e jashtëzakonshme.
Ai ishte një emigrant që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas filloi të punonte me Cosa Nostrën, rrënjtë e para të Cosa Nostrës kishin nisur që prej vitit 1880, por ato nxorrën, pra u bën publike dhe filluan të kthehen në një grupim të organizuar kriminal kryesisht në vitet e prohibicionizmit, pra ndalimit të alkoolit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë, Lucky Luciano vendosi të organizonte grupet e strukturuara kriminale me origjinë italiane, pra flasim gjithmonë për origjinën italiane, në një strukturë kriminale, ja ku janë dhe palmat, sepse është shumë interesante kjo pjesë e hotelit. Pra, Lucky Luciano vendosi të organizonte të gjitha grupet kriminale italiane dhe t'i kthente ato në një strukturë të cilën ai e quajti Cosa Nostra ose gjëja jon. Cosa Nostra do të thoshte diçka italiane, ku nuk mund të hynin irlandezët, ku nuk mund të hynin kombësitë e tjera dhe ku baza kryesore e saj ishte mbi fjalën e nderit, omertan. Mbi fjalën e nderit dhe njëkohësisht omertan. Është shumë interesant historia e Lucky Lucianos. Në vitin 1931 ai arriti të riorganizojë të gjitha familjet mafioze italiane dhe t'i ndaj sipas qyteteve. Pra çdo qytet kishte familjen e saj që dominonte qytetin. Familja më e famshme ishte ajo e Gambinove, që vinte nga Corleone, vetëm 30 minuta nga Palermo, dhe që drejtohej nga Carlo Gambino dhe që u vendos në New York të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra dominonte New Yorkun. Kjo është dhe pjesa ndoshta më interesante e familjeve amerikane. Ndërkohë që Lucky Luciano ishte përzën nga territori amerikan, ishte deportuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai jetonte në Napoli dhe ai hodhi pari idenë një bashkëpunimi mes të dy grupeve, pra kryesore, grupeve amerikane dhe grupeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lucky Luciano vetë vdiq në Napoli të Italisë, në aeroportin e Napolit, fakt, nga një atak në zemër, ishte i vetmi ndër gjithë këta personazhe që nuk psoi asgjë, pra vdiq në mënyrë natyrale, edhe pse i mbahet si mafiozi më i rrezikshëm i historisë së globit. Ndërkohë që, sikur se thash, ky takim i Palermos mbeti si baza ose shtylla kryesore mbi të cilën u vendosën marrëdhëniet mes të dy mafjave. Takimi tregohet shumë interesant me një grup madh makinave dhe që erdhen nga të gjitha zonat e Sicilisë, përfshi dhe Kalabrin, ndërkohë që edhe zona tjera të Italisë, ndërkohë që gjithë mafiozët amerikanë mbritën njëri pas tjetrit dhe u vendosën në këtë hotel, që siç thoshte njëri prej tyre, Bonino, ishte një piece of shit, që do të ndryshe ati nuk i pëlqeu mënyra se si ishte mobiluar dhe komoditeti që kishte hoteli. Gjithsesi, takimi i Palermos ende sot tash, që prej 14 tetorit vit 1957 konsiderohet një takim i cili ka hedhur bazat e mafjes ndërkombëtare, është një lloj traktati që ende vazhdon të jetë funksional për mafjan italiane dhe amerikane në ato pjesë që ato kanë mbetur.